atë telefonatën Edi Rama do përdori një shprehje tonë gjithmonë këtu në Tiranë, që sidomos në kohën e Partisë Punës. Më ka qenë nëna me lagoj. Pra, ajo është telefonata që ka bërë Edi Rama. Sepse Edi Rama, që ta dini dhe ta dini të gjithë teleshikuesit tuaj, Edi Ramës i ka vajtur frika në palc. Edi Rama dhe di se që pret, e di që dhe Evropa i vuri si në filin të thana, nuk e pranon më, nuk e do më dhe sot nuk mund të shkonte ai në atë protest kundër gjyqit Hagës, sepse ai e di që gjyqin e Hagës dhe gjykatën e Hagës, ose gjykatë speciale, po e quaj kështu me që nuk e quajnë të Hagës, e ngritën vetë kosovarët, e kërkuan vetë kosovarët, e kërkoi shteti kosovar, nuk e kërkoi Shqipëria, nuk e kërkoi Bardh Gjuku apo Zaçi Islami, e kërkoi Haga, e kërkoi qeveria e Kosovës. Pra, ajo gjykat atje është super e ligjshme, super e rregullt, vazhdon punën e saj, atje flasin dhe mbrojtja dhe akuza, atje në fund fare ai që do vendosë gjykata. Ata dëshmitarët janë secili praci që shkojnë dhe duhet patjetër të thonë të vërtetën, ndryshe të dënohen dhe ata. Pra, me fjalë të tjera, Edi Rama sot nuk mund të shkonte ti kundërvije i Evropës, se nuk ka këllë që e di që Evropa nuk është e dot. Po, çfarë do të tregonte me këtë telefonat të cilën e ka shpërndarë edhe në media, vetë Edi Rama me Hashim Thaqin, pra i cili gjendet në një situatë të tillë delikate, dhe vetë Edi Rama i ka komunikuar se i vjen keq që nuk mund ta ndihmoj dot më shumë. Ata janë shok se edhe janë miq, sepse janë të njëjtës parti dhe atë ka hipokrizi Edi Rama, po janë ata të dy që shkuan për të ndarë Kosovën në bashkë me atë me Vučićin për të ndarë Kosovën në dy pjesë. Domethënë për të dhënë trojë asaj Serbisë. Janë të dy ata. Se tani po dalin, tani po na i dërgojnë video dhe biseda që kanë bërë ata miqt tanë nga Kosova. Tani po mi dërgojnë. Dhe shikoj që kuj pas ka vajtur në, nuk e di në këto vendet aziatike, ka vajtur me Thaqin, të dy, për të ndarë, për të dhënë troje Jugoslav, asaj Serbisë. Pra thash, Edi Rama është në një linjë me Thaqin, është Edi Rama dhe Thaçi që propozuan Ballkanin e hapur, Open Balkan, është Edi Rama me Thaqin që zbatuan dhe zbatojnë politikën serbe në mënyrën më të saktë, më precize sipas dëshirës së Vučićit. Kjo i lidh Edi Ramën me Hashim Thaqin. Por Edi Rama ka probleme të rënda qoftë me Evropën, qoftë me Amerikën dhe qoftë me Shqipërinë, po e po. Po, në këtë rast është një sjellje hipokrite komunikimi që bën ai me Hashim Thaqin, ku i shprehet se ai nuk mund ta ndihmojë dot më tej, ndërkohë që vetë Edi Rama Jo, një moment, ndërkohë që vetë Edi Rama ka qenë një nga personazhet politike më të angazhuara që Hashim Thaçi ta miratonte ngritjen e gjykatës speciale. Pra këta janë, që kanë komunistët shqiptarë, që thonë sot se thonë nesër. Atë që pështujnë sot e lëpin nesër. Zotëri, jo dy një lloj po të them, janë të dy anti-shqiptarë dhe anti-kosovarë, dhe të më thotë kush doj mua për Hashim Thaçin. Hashim Thaçi ka kusure të mëdha, dhe këto po janë nxjerrin tani politikanë të LDK-s dhe ushtarë të UÇK-s që e din mirë se çfarë është bërë. Na e nxjerrin Hashim Thaçin luftar, ku ka luftuar Hashim Thaçi mori? Se po e teprojnë jashtë mase, dhe ju po e teproni, ju mediat. Më thoni në cilin repart ka bërë pjesë? Ku? Si mendoni, pse Edi Rama nuk qëndroi një ditë më tepër në Kosovë për të marrë pjesë në protestën që u zhvillua ditën e sotme në mbrojtje të ushtrisë shërbimtare të Kosovës dhe ish drejtuesve të saj, por edhe një herësh që shënjonte pavarësinë e Kosovës? Edi Rama
nuk qëndroi në Kosovë, sepse Edi Rama nuk e ndjen vetë shqiptar. Ju kam thënë dhe herë tjetër, Edi Rama origjinën e ka hebreje. Edi Rama kudo që shkon njerë thot jam katolik, njerë thot jam ortodoks, njerë thot jam musliman, pastaj thot jam qifut, dhe nuk merret vesh se çfarë është, por për Kosovën ai ka shkuar thjesht për të thënë që për sa përsye faqe që ja erdhi dhe kryeministri i Shqipërisë. Po ai e di si ka vajtur në Kosovë, sepse shpirti i tij e di nga që nuk e Kosovë dhe nuk do shqiptarët, ai ka vajtur nga zori në Kosovë, nuk ka vajtur se dëshironte të shkonte. Ai nuk mund të dalë më dhe para botës qytetëruar kur kërkon që të ndryshojë kushtetutën, të ndryshojë kodin penal dhe të justifikojë me ligj vjedhjet dhe grabitje e grupit të tij kriminal të kryesuar që nga presidenti edhe deri tek policimi i thjeshtë. Ju vetë si e vlerësoni vizitën e kryeministrit Edi Rama ditën e djeshme në Kosovë, ku u takua me presidenten Vjosa Osmani, por njëherësh edhe me kryeministrin Albin Kurti, me cilën ka pasur disa përplasje të forta, duhet thënë, dhe ditën e djeshme dukej sikur nuk kishte ndodhur asgjë më parë dhe shkonte krejt normalisht. Çfarë kërkon të nxjerrë Edi Rama nga këto vizita që tashmë po afrohet deri diku me Kurtin? Njerë me Kurtin ai sa afrohet kur, sepse ai është sa këmbë e Kurtit në personalitet. Bile as çorape e hedhur e Kurtit nuk blen ta quash. Por këto i bën thjesht për të thënë që ja dhe unë jam e dua pavarësinë e Kosovës, e dua Kosovën, i dua shqiptarët. Në fakt të tëra ato janë veprime hipokrite dhe veprime që nuk janë as pak me dashurinë dhe respektin e vllait për vllan. Shikojni në vizita që ka bërë në Beograd, shikojni në takimet që ka bërë me Vučićin, buz, s'ka ku shkoj më dashuri më e madhe. Pra Edi Rama thashë dhe një tjetër nuk është shqiptar, zotëri, nuk i do shqiptar. Ka vajtur vetëm për të thënë që ja vajti. Si e konsideroni deklaratën e kryeministrit Edi Rama ditën e djeshme në Prishtinë, ku nxori edhe sekretin shtetëror të presidentes Vjosa Osmani, ku deklaroi se ajo ishte kërcënuar nga prokurorët e Hagës, të cilët i kishin shkuar edhe në zyrë? Atë sekret, në qoftë se është sekret, nga e mori vesh Edi Rama, se duhet hetuar tani nga e mori vesh, që ka vajtur një kërcënim dhënjës Vjosa Osmani nga prokurorët e Hagës, që prokurorët e Hagës nuk janë rrugësërit e Edi Ramës që të kërcënojnë kështu. Jo se kanë pretendime për presidenten e Kosovës, dërgojnë letrën, dërgojnë akuzën, dërgojnë të tëra pretendime që kanë. Kështu bëhen letrat dhe veprimet e gjykatës, nuk bëhen si që mendon ky, si që bën ky që thotë do mbledh ja 5 rrugesër atje, 5 bastard atje në parlamentet dhe do ndryshojmë kodin penal thotë. Kosova nuk i ka kështu dhe Evropa nuk është kështu. Po ky mendon se është akoma mos ndoshta këtë hallin që kanë në Shqipëri e transferoj edhe në Kosovë në mënyrë që të ishte i paralele në këtë rast? Ai kërkon paralele, por nuk ka paralele në Kosovë, se Kosova ka zot. Kosova nuk është stan pa zot si që Shqipëria, nuk është vresht pa garth. Po ai gjen këtu në Shqipëri ca bandit, ca njerëz të pa karakter, të pa moral, të pa cip, të pa fytyrë, që mbështesin dhe i miratojnë të tërë ato që kërkon ai. Në Kosovë s'ka shumë, në Kosovë mbretëron ligji. Kosova nuk i vjedh votat se që vjedh ky zotëri. Këta kanë 80 vjetë që i vjedhin votat të Shqipëri komunistët. Kështu që në Kosovë është ndryshe situata. Se duam neve, Kosova të rashigoj një falin dhe një pa respektin ndaj shtetit dhe ndaj ligjit nga koha që ishte me Jugosllavinë. Pra, janë më të përgjegjshëm ata në drejtim të votës dhe në drejtim të administrimit të votës dhe të administrimit të ekonomisë dhe të shtetit. Po çfarë kërkon të nxjerrë Edi Rama me këto lloj lëvizjesh dhe këto lloj deklaratash që bëri sidomos ditën e djeshme? Edi Rama thomin ande nga neve bëhet si i mbytur i përles të kokës.
se ai ishte mbytur, asnjë ndjer dot në atë. Kot lodhet. Dhe ai e di që të lodhet kot. E di mirë. Por lëvizja s'ka nga t'jambaj, do bëj diçka. Asnjë s'ka për të fituar, asnjë s'ka për të dalë si se do ai. E drejta do shkojë te i Zoti dhe Rama do dorëzoj pushtetin zotëri. Rama përpiqet tani dhe përgatitet dhe gënjen vetë thotë më ka ardhur ftesë thot nga presidenti i Amerikës. Të tillë njeri kaq bastard, kaq pa cip, kaq pa nder dhe pa personalitet nuk ka parë historia botërore. Jo Shqipërisë, jo, po as historia botërore. Ky se ka për gjë të gënjej, ky është aktor. Po aktorën ata të rëndomtë që janë të teatrit rrugës, dikur kanë qenë, që bënin teatr në rrugë, nga ata është, jo aktor nga ata të teatrave moderne dhe të filmave moderne. Jo, ky është një palazzo cirk, nga ata me atë hundën e kuqe, me ata është.